Selam aleikum. Çfarë e kishe këshillu një person I cili mendohet ata agjeroj apo mos agjeroj Ramazanin? Po, fillimisht I kemi thonë ati, le të fillon le të agjeron, se me agjerimi do të gjenë shumë mirësi. Mirësia e parë është se ai do ta gjenë kënaqësinë shpirtërore, do ta gjenë kënaqësinë në zemrën e tij. Pas e kur do ta gjenë kënaqësinë shpirtërore në zemrën e tij, personi fjalë që fillon të agjeron do të fiton shumë për këtë agjerimit. Fitimi I parë çka I kisha këshillu është se ai edhe më tepër do të fiton devotshmërinë në zemrën e tij. Do të ketë frikë respekt me agjerimin, se vetë agjerimi, thot Allahu Dhul Jalal në fund të ajetit la'allekum tattaqun, që ju me këtë agjerim, nëse filloni do të jeni të devotshëm dhe do të fitoni frikë respekt. Kjo është e para. E dyta e këshillojmë këtë që është me hamendje të agjeron apo mos të agjeron, le të fillon të agjeron, se agjerimi do të bëhet shkak për larja dhe pastrimin e gjunaheve. Na jemi njerëz dhe kemi nevojë, e sidomos kur e presim këtë misafir të madh, e ky misafir I madh do t'ja jep ti çka edhe faljen e gjunaheve, ku pejgamberi selam thot, men salla ramadanen imanen wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai cili e agjeron Ramazanin me bindje dhe me iman të plot në Allahun Dhul Jalal, aty thot pejgamberi selam do t'i falen gjunahet. Pastaj I themi personit fjalë, le të fillon, le të agjeron, se me agjerim do të fitosh përblimin pa llogari të Allahut Dhul Jalal. Edhe këshilla ime e fundit për personin fjalë, I cili është me hamendje, a do të agjeron apo nuk do të agjeron, I themi agjero, se me agjerim do ta fitosh edhe ndërmjetësimin te Allahu Dhul Jalal në ditën e gjykimit. Zoti inshallah na udhëzon, Zoti inshallah na e baf të mundur që ta presim këtë muaj të madh Ramazanin, që inshallah të fitojmë gjitha këto mirësi, të cilat në veti ngërthen muaji I madh I Allahu Dhul Jalal Ramazani, wallahu ta'ala alam. Allah shpëlbej. Selam aleikum.